Flavio, po kjo Kimedia mos ka rënë dashuri me Ballën, unë them me Belindën, ja 4. Do ishte totalisht e pamundur dhe dua ta them këtë, që ne t'ja kishim dalë dhe të kishim një oksigen ruse për 114 megash në kaq kohë të shkurtër, nëse nuk do kishim pasur angazhimin tuaj dhe padyshim angazhimin Accelerate Power. Dhe ExxonMobil vazhdon fjalia që thot. Normalisht. Mos si ndjeni, ore, kot për kuriozitet, si ndjeni. Dakor, vazhdojmë me tira mesazhe pa humbur kohë dhe telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Si jeni? Mirëmëngjes. Fuqishëm shumë. A jeni mirë? O, fuqishëm po them. Po Flavio. Urdhro. I urojmë shëndet një herë për emisionin. Faleminderit. Duan të tim pak për atë pikën e vogël të artës. Se po dalimi ti nga tema, këtu në Saran. Pika vogël e Mirelës. Pikla. Një grup investigativ të shikojnë e shtedhur gjysmë miliard euro, më çfarë bëhet more. Ajo pikë e vogël, shumë para ka ndër. Po. E manastirit. Po e di mandi. Ne ishte bë sa i qytet. Sa i qytet ishte bë. Çfarë në Sarandi? Çfarë bëhet atje më madh para shtedhur. Edhe sa për temën me këtë zonjushin. Po. Mor dua të di beqare e ajo e martuara. Për momentin është akoma beqare, po zakonisht këto 2 arsye kanë gratë beqare në atë moshë. Nuk them dot asnjërin. Ajo ka ardhur se ka lënë thasët me lek kur ishte këtu. Mendimi im ti. Edhe ka ardhur që ti marr ato dhe do largohet vetëm dhe ajo përsëri. Do largohet. Ka aksion kishte i preu për çka kohë do i presi këto charterat privat. Edhe se aksion do këtë. Ne nga ka pjell beleja, mërë, duhet të bëjmë, mërë, duham një orientim të fuqishëm. është gjinaf të zotit. Shumë gjinaf, mërë. Dakor, faleminderit zotëri. Se çfarë bëm, faleminderit dhe ju të jeni mirë. Përshëndesim zotëri, mirëmëngjes Flavio, kjo Juri Kim duket si ato fallxorët me gjithë këtë Taulant Ballën që bën dhe babagjyshin, i ka pas pion të Enverit. Mirë kush na udhëheq. Poshtë diktatura, thot Mira nga Dorsi. Mirëmëngjes ore Flavio, Juri i pruri dhe ajo dosjet, por un kam tjetër gjë. U them atyre deputetëve të PD-s, ore bllokonin parlamentin, mos ulni veten me TikTok-sen zeqinen. Ai parlament nuk është i popullit, por i sarave zeqineve. Dhe nëse ju nuk e bllokoni, do të thotë se jeni aty për rrogat tuaja. Juri i pruri. Në i gjez do ta bëjnë këta ore tash se sikur shumë po e zgjasin. Një mesazh nga një prefiks që nuk e njoh, ndoshta Mbretëria e Bashkuar, thot: Belinda mu duk shumë e stresuar. Më erdhi keq që po e hasi gjaja vet. Në 75-ën kishim 5 minutë sa filluam punë dhe na kërkuan mendim çfarë dënimi për të beqërballukun. Po. Më mbrapa e morën vesh se e kishim pushkatuar që në gusht të 74-s. Kështu do hajde. Leqe përsëritet historia tonë. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Flavio, inshallah një ditë të marë. Gjithashtu. Se për çfarë po shohim me çfarë po nim, do të më i thënë Zotit, o Zot na lë shtetin, sepse për shtet që i kena, i kena la durt. I kam njek dje me vëmendje gjithë ato mbledhjet që bën të këtyne të shtetit ton, vetëm se asnjë gjë e drejtë për ne nuk është kërkon. Këta të gjithë, unë bëj çudi me këta Partisë Demokratike. Pse rrinë ashtu si me qenë maca në sofër, mos i kena pasur një fjalët. Ne dim se s'kan për të marrë armë me vrarë një tjetrin. Po të bëhet një diçka që ne marr parlament nuk është ky. Shtet nuk është ky. Ne tash ja të marrim vesh këta ato broçkat si qet balla. Ty manja, dreshi. Po nësë për dim se qa është ky shtet kështu në këtë mënyrë, more. Shofim që ka punësua dhe zonja, Juri Kim, po mor se ka marrë pak prej shtetit tonë, e prej gjebave tonë. Kurse Edi Rama sot, me datën 1 tetor, ka bërë shtesën e pensioneve. Qarë pensionit nga ka indeksua i mërë. Po turp mor t'i vije mor. Qa t'i bajëm 4.000 lek mor, ose 2.000 lek, ose 3.000 lek mor. Një gazetar më tha që kjo rritje e pensioni shërben për
Arsye estetike, mund të... Po që më estetike, nësë mund shkoj me desh me shku me ly flokët të parukjerjes na dalin, more. Jo, vetëm për kështu përheqje, jo për shtim. Kjo është vetëm përheqje. Dakor, zërë faleminderit. Për burrat. Nërsi se merr 3.000 lekë për me shku me... Mos të futëm në detaj, le t'ja lëmë ca gjëra fantazisë, faleminderit zonjë, vazhdojmë me tjera mesazhe. Madje para se të vazhdojmë me tjera mesazhe, do shohim pak të lutem pesën, është James Rubin, zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit. E njeh Jurin, e ka shoqet vjetër. E ka shoqen. Po, ja që thot fjalët më të mira për atë. O, sa mirë. Ajo ka lejuar përhapjen e korrupsionit në mënyrën më negative. Yuri Kim në Shqipëri shumë shpesh i ka dhënë prioritet marrëdhënieve së saj personale në vend që të thoshte të vërtetën. A janë normale që një ambasador të shkojë deri këtu? Nuk është kurse si normale që një ambasador të shkojë deri këtu. Jam kaq i ndjeshëm ndaj asaj që ka bërë Yuri Kim në Shqipëri, sepse shoh po të njëjtën formë, po të njëjtin gabim që bën Shtetet e Bashkuara në Turqi, të ndërhysh në zgjedhjet vendore dhe të sugjerosh se Shtetet e Bashkuara kanë favoritet e tyre, kanë të preferuarit e tyre, është shumë e gabuar, sepse nuk është kjo politika e Shteteve të Bashkuara, por ishte një lidhje personale atij ambasadori. Si u ndjeve? Nuk e di gjitha faktet. Ta fut në shoqënia në fundit. Nga xhelozia, do jetë smirush edhe. Duhet të jetë patjetër. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi ajo aq e ndershme në punën e vet. Dakor, do t'i çat them unë shkreti. Mirëmëngjes, Flavio, mos na nxirrni këtë fytyrë të neveritshme. Mirë, populli shqiptar kush ka ta ndisur, kush e drejton Sorra Zez në ambasadë amerikane, edhe Sara Mezeqinen në parlament. Çfarë t'ju them? Themi diçka më të mirë për momentin. Meqenëse se kemi përmendur shumë gradet në sotme dhe për arsye të ndryshme, por sot në 1 tetor është gjithashtu nis një lloj fushate ndërgjegjësimi që shkon përtej qenurit simbolike, është muaji tetorit roz, një thirrje për gjitha vajzat dhe gratë të ndërgjegjësohen mbi kontrollet vazhdueshme për